kë është momenti kur jam zgju, mas 4 orëve një operacioni shumë gjatë në luftë me jetë vdekje. Wow, do më thënë ke pas një lindje të vështirë. Të jetë vështirë, që unë në anestezion total nuk e kam ditë, po njerëz që kanë qenë jashtë sallës, që kanë qenë baba jam, e ka përjetu mas ranë. Edhe në fundja ka vlejt, se takimi jonë i parë, shikoj si më qesh. Është takimi i parë, është momenti i parë kur mamia, kishte i thonë babica. Mamia ma ka dorëzu në krah dhe kur e kam pa të dera, kam thonë kopja e babës vetë. Kopja e babës vetë. Ama veç si bebe. Se kjo është komplet jemi. Me karaktere, me krejt, kjo është... Sa vjeç është tash? I bën 3 vjetë me 3 nënor. Është rodoni. Ndryshon. Është rodoni. Me sezona. Jo, me sezona është, ka pas përre që... Mos t'jeshe sigur, se kërë bëj 5 vjetë bëhet si babi. Jo, edhe tash është pak me fizionomi në gjanë gjishës vetë, të më thonë në anës e labit, edhe i në gjanë edhe babit normal, në gjanë edhe mu, po kështu si karakter është empatik, është i ndjeshem, është ma shumë si unë. Kam qefë me në qërë si unë, të është dhe me lanë mu, me thonë, si unë është djallit. Okej, si ti është, mashallah. Po do me të pytë, ndjeshe përmbushur? Je përmbushur dhe kjo përmbushje, apo ndikon në krijimtarin tënde? Tash janë 2 gjana. Rahatia shpirtnore, përmbushje, qetësia, paqja. Po, kur i kena ta në këta, a i shpirti shkrimtarit, dan me vujt më rëzët. Këtu desha me dalë, dhe më thonë... Nuk bën me i pas tana, po, dëgjëm, muj me vujt për mes vujtjes dikuj tjetër. Se nuk është do me thanën me vujt edhe vetë. Po edhe jeta nuk është që është gjithmonë, që thojnë me ta bëtë deti në riz. Nuk është gjithmonë pas sfida. Po jeta është sa arrim na, që për te këtyne sfidave, me zgjedh gjithmonë këta persona me i kalu ato sfida. Edhe me i kalu ato sfida me këta persona, po mos mi te i kalu këta persona për shkak të sfidave. Po jam e përmbushur, jam shumë rahat me veten, me atë që kam arrit deri tash, me familjen teme, me njerëzit që më rrethojnë, me familjen e bashkëshortit tem, domethënë, me kretat mozaikun që na ban neve me ken këta qenasat. Nga hulumtimet që i kemi bërë, gjetëm një intervist ku të thonë, më citoni vargun që e ndani më shpesh me vetën. Dhe përgjigja jote kishte qenë, nuk është e thanun me dasht dikusht, sa është e thanun me ja kuptu botën dikujt që donë. Pas ke hy arkivave. Si një poete,